Pini një gotë nga kjo para gjumit dhe thoni lam të mirë pa gjumësisë. Shumë njerëz vuajnë nga pagjumësia dhe shumë prej tyre përdorin ilaçe. Në këtë video do të paraqesim një recetë natyrale që i thot lam të mirë pa gjumësisë. Lëngu mrekulli për këtë çështje është lëngu i qershisë. Përbërësit janë një mollë jeshile, 250 gram vishnjë ose qershi, gjysmë filxhani lule shtrydhe, gjysmë kastravec, 2 copa selino, lëngu i një gjysmë limoni. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Ju duhet të fusni të gjithë përbërësit në blender dhe konsumojeni lëngun një orë para se të shkoni të flini. Hulumtimet e Universitetit të Louisianës zbuluan një fakt interesant që tregonte se nëse pini lëng qershie, ju jo vetëm që do t'ju zër gjumi shpejt, por do të flini rreth 1 apo 2 orë më shumë gjumë se më parë. Qershia përmban melatonin dhe triptofan, 2 elementë të cilët nxisin gjumin.